Shoqata e gazetarëve të Maqedonisë kërkon hetim urgjent për rastin në Tetov që paralizoi sinjalin e televizionit Koha. Shoqata e gazetarëve të Maqedonisë, SHGM, kërkon një hetim urgjent dhe serios për zjarrin që paralizoi sinjalin e televizionit Koha në Tetov. Sipas informacionit nga televizioni, zjarri ka shpërthyer më 8 mars 2025 të shtunën pasdite në qendrën tregtare në Tetov, ku ndodhen dhe ambientet e televizionit Koha. Ky incident ka shkaktuar dëme të mëdha materiale dhe ka lënë qytetar pa informacione të rëndësishme për 3 ditë, që konsiderohet si një sulm direkt ndaj lirisë së medias dhe informacionit në vend. Kolegët nga televizioni Koha kanë konfirmuar se zjarri ka paraqitur një rrezik për jetën e gazetarëve dhe punonjësve të këtij mediumi. Shoqata e gazetarëve të Maqedonisë i bën thirrje Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe Prokurorisë të kryejë një hetim urgjent dhe efektiv për të përcaktuar shkakun e zjarrit dhe për të marrë masa për parandalimin e incidenteve të ngjashme në të ardhmen. Siguria e gazetarëve është thelbësore për funksionimin e demokracisë. Shoqata e gazetarëve të Maqedonisë do të vazhdojë të luftojë për mbrojtjen e lirisë së medias dhe sigurinë e gazetarëve në Maqedoninë e Veriut.